Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 16 në News 24. Në lajme do të ndiqni. Çështja Partizani Berisha në SPAK për zbatimin e masës detyrim paraqitje akuzon gjyqtaren, publikon dokumentin gjyqtarja Irena Gjoka e dënuar në Greqi. Akuzë e re për gruan e Veliajt, SPAK akuzon Ajola Xoxhën për fshehje të ardhurash. Prej 2 ditësh i zhdukur në masivin e Kromit, policia ushtar kërkojnë 29 vjeçarin me lopata. U ekstradua nga Dubai, lihet në arrest me burg i dënuari për jetë Florenc Çapja. Kosovë dështon sërish konstituimi i kuvendit kur t'i fton LDK-n për koalicion. Rumani, ultranacionalisti merr numrin më të madh të votave, nuk shmanget raundi i dytë. Trump urdhëron rihapjen e burgut famkeq të Alcatrazit për kriminalët më të dhunshëm. Njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje për dosjen Partizani. Berisha hodhi akuza për gjyqtaren Irena Gjoka dhe publikoi një dokument që sipas tij vërteton se gjyqtarja ka qenë dënuar nga gjykata e Janinës në Greqi për falsifikim pasaportash dhe vizash. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënë në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje për aferën Partizani, por pas daljes nga prokuroria e posaçme, ai lëshoi akuzatash prandaj kreut të SPAK Altin Dumani dhe gjyqtares Irena Gjoka. Kërkon që të shndroj kushtetutën në Duman Kushtetut. Irena me 5 mbiemra e përfolur për shfete gjysmilionshe, jo në një, por në disa raste. Rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga kolegji penal i Janinës me burg dhe gjob. Berisha publikoi një dokument që sipas tij vërteton se gjyqtarja Irena Gjoka është dënuar në Greqi në vitin 2005 për falsifikim dokumentash. Në një deklaratë të gjatë, ai e quajti ato delinkuente, të pamoralshme dhe e përdorur nga Edi Rama, duke vënë në dyshim çdo vendim që ajo ka dhënë në sistemin e drejtësisë. Njeriu që kryeson gjykatën speciale të shqiptarëve ishte një delinkuente. Kjo monster, në vend se të vuaj dënimet, është lartësuar në kryetaren e gjykatës speciale. Ish kryeministri pretendon se dokumenti për dënimin e Gjokës është mbajtur i fshehur për të mos cënuar imazhin e reformës në drejtësi, duke cilësuar këtë si një veprim mafios. Duhet të falënderoj autoritetet greke të cilat e bën publik këtë dokument. Por duhet dënoj ndërhyrjen e bërë në këto autoritete, nga administrata, nga State Department i administratës Biden, që ky dokument mos shifte dritën se na ja merr fytyrën reformës drejtësisë. Dokumenti i gjykatës greke u përdor si argumenti më i fortë nga mbrojtja në gjykatën e posaçme për pavlefshmëri të akteve dhe pushim të dosjes Partizani. Pas rrëzimit të kërkesave të tyre, avokatët ripërsëritën kërkesën për përjashtimin e gjyqtares dhe procesi u shty për javën pas zgjedhjeve parlamentare. Prokuroria e posaçme i komunikoi Ajola Xoxhës, bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, se ka regjistruar një akuzë të re ndaj saj. Burimet bëjnë me dije se akuza e re është ajo e fshehjes së të ardhurave që lidhen me aktivitetin e kompanisë së Xoxhës. Erion Veliaj dhe bashkëshortja pohetohen në ndyshimet për korrupsion e pastrim parash. Veliaj mbahet në masën e arrestit me burg, ndërsa Xoxha ka masën e detyrimit për paraqitje. Bashkë me ta pohetohen edhe 6 biznesmen. Familjarët e 29 vjeçarit Ardit Beshiri janë ende në kërkim të trupit të djalit 2 ditë pas shembjes së një masivi kromi në një kantier në Klos. Babai i 29 vjeçarit bën apel shtetit që të ndërhyjë me aparatura të posaçme për gjetjen e trupit, pasi po kërkohet vetëm me mjete rrethanore.
Ky është momenti ku masivi i Kromit shkëputet duke zënë poshtë 29 vjeçarin që po punonte me fadrom në një kantier në Klos. Familjarët e 29 vjeçarit janë ende në kërkim të trupit. Babai i tij, Nerim Beshiri, pohon për News 24 se deri tani janë gjetur pjesë të coptuara të fadromës, ndërsa i bëjnë apel shtetit të ndërhyjnë me aparatura për gjetjen e të riut. Kërkoj ndihmë për shtetit. Ti gjej veç një lingisht, eta që ke shtëpia, ke familja. Se nuk ka gjë më të madhe në botë. Të humësh djalin maltë. Për ne i bëj thirrë shtetit, të hapin vëmendje të mbinë aparatura, skandër, qenë specializuar nga jashtë, të mbinë mjetet, të gjej djalin ta çekë shtëpia, diku të hedhin tu flule. Unë ka 3 ditë që është ditën e parë, që në orën 1, par dje, e deri më sot që zhvi me vlezë me dashamir të kërku me lopat, nuk ka se dhe mjeti. Kompania, firma, që ndodhet tu, nuk ka asnjë, tu veç bashkia, ushtria s'ka zbo me lapate. Për kërkimin e të riut po punojnë efektiv të forcave të armatosura, efektiv të policisë së shtetit, si dhe vullnetar, të cilët po kërkojnë me mjete rrethanore për shkak të terrenit të thyer. Gjykata e posaçme e kalon në arrest me burg Florenc Çapjan, i cili u ekstradua nga Dubai 3 ditë më parë. Çapja njihet si një prej emrave më të njohur të botës së krimit në qytetin e Elbasanit, pjesë e klanit të Çapjave. 44 vjeçari së bashku me xhaxhan e tij Ardian Çapja janë dënuar me burgim të përjetshëm si porositës të vrasjes së dy fishtë të Babe Bir, Nezir dhe Gentian Beshiri në vitin 2012. Gjatë seancës për masën e sigurisë, Florenc Çapja e konsideroi të pavërtet gjithashtu edhe faktin se u ekstradua nga Dubai, duke pohuar se ishte kthyer vetë dhe se kishte pasur mundësi të largohej në Stamboll kur ishte i lirë. Ai tha se dosja e tij është pas një veprim hetimor dhe ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij dhe se ka pasur ndonjëherë skaje enkroçat, duke hedhur poshtë edhe akuzat e bëra ndaj tij nga i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani. Florenc Çapja ka thënë se nuk e njeh Nuredin Dumanin, i cili ka dëshmuar se 44 vjeçari e ka porositur për të vrarë Sokol Sanxhaktarin. Çapja e akuzon SPAK se s'ka kryer veprime për vrasjen e Babe Bir, Nezir dhe Gentian Beshiri dhe pretendon se kanë dënuar vetëm me thënjet e një dëshmitari të manipuluar. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi zhvilloi një takim në ambientet e KQZ-s me drejtuesin e SPAK Altin Dumani, prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela, si dhe drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda. Kryekomisioneri Celibashi bëri të ditur se në fokus të takimit ishin masat konkrete për parandalimin e shkeljeve dhe ndërhyrjeve në vullnetin e zgjedhësve, hetimi dhe ndëshkimi i shpejtë i shkeljeve të ligjit zgjedhor, sfida dhe garancia e së drejtës të votës për emigrantët dhe koordinimi i ngushtë për menaxhimin më efikas të ditës së votimit dhe numërimit. Mësohet se drejtuesit e 4 institucioneve rikonfirmuan angazhimin për të vepruar me prioritet kundër shitblerjes së votës, presioneve dhe intimidimeve ndaj zgjedhësve dhe çdo tentative për të cënuar integritetin e zgjedhjeve. Krerët e institucioneve vizituan gjithashtu qendrën operacionale kundër krimeve zgjedhore në KQZ, ku janë vendosur përfaqësues të SPAK dhe prokurorisë së përgjithshme. Të 4 institucionet rikonfirmojnë angazhimin e tyre publik për të adresuar shpejt dhe në përputhje me parashikimet respektive ligjore, jashtë çdo interesi politik dhe elektoral, çdo parregullsi që synon të cënojë integritetin dhe standardin e zgjedhjeve të 11 majit. Pas akuzave nga kandidati i koalicionit Shqipëria Madhështore Gjin Gjoni, sipas të cilit funksionar të Partisë Socialiste në Lezhë po blejnë vota, Partia Socialiste ka kryer 2 kallëzime në polici. Kandidati socialist Ermal Paci ka kallëzuar Gjin Gjonin për shpifje, ndërsa denoncimi tjetër është bërë me pretendimin se personat armatosur kanë kërcënuar baban e kandidates Klotilda Ndreca. Fushata zgjedhore në qarkun e Lezhës po shoqërohet me tensione dhe akuza të forta mes kandidatëve për deputet. Kandidati i koalicionit Shqipëria Madhështore, Gjin Gjoni, ka akuzuar disa zyrtarë të PS-s si të përfshirë në blerje votash, duke i denoncuar ata publikisht me emra. Gjoni publikoi edhe një video ku shkruan se grupet e PD-s kanë dalë në mbrojtje të votës dhe po ndjekin njerëz që dalin natën për qëllime të mbrapshta elektorale. Ku janë kaptuar të më borë?
Pas publikimit të videos nga Gjingjoni, i menjëhershëm ishte edhe reagimi kandidatëve të Partisë Socialiste në Lezhë, ku Ermal Paci kreu një kallëzim në polici për shpifje. Paci u shpreh se personat armatosur kanë shkuar mbrëmjen e së dielës në lokalin e babait të kandidates së PS-s, Klotilda Andreca, duke e kërcënuar me armë. Mbrëm konkretisht në fshatin Dajç, në orët e vona, në pronën e babait të kandidates tonë për deputet, njerëz të armatosur janë paraqitur duke i kërcënuar se du ju marrin peng. Kryetarin e Partisë Socialiste dhe babain e kandidates është kallëzuar penalisht, patjetër. Kemi depozituar një kallëzim penal për kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Gjingjoni, i cili vazhdimisht në mënyrë permanente ka akuzuar drejtuesit e shtabeve të Partisë Socialiste si kriminal elektoral. Pas kallëzimit nga kandidati i PS-s, burime nga policia e Lezhës konfirmojnë për News 24 se 2 persona janë shpallur në kërkim lidhur me kërcënimin ndaj babait të kandidates së Partisë Socialiste, Klotilda Andreca. Kryeministri Edi Rama ka quajtur rrugaç deputetin demokrat Bledion Albati në Devoll, ku zhvilloi një takim elektoral. Kreu i qeverisë Tase Kyozon ka dërguar në parlament një rrugaç, ndërkohë që nuk la pa thumbuar edhe kryedemokratin Sali Berisha. Deputeti demokrat Bledion Albati ishte në qendër të sulmeve të kryeministrit Edi Rama në takimin elektoral në Devoll. Marrëshkas nga incidenti gjatë fundjavës së kaluar në një aks rrugor të qarkut Korç, ku përfshi ligjvënësi demokrat së bashku me të vëllan, Rama i quajti Albatin në rrugaç. Devolli ka sjell në parlament një rrugaç, po një rrugaç të një niveli që unë nuk e di se në cilën vjersh të drejtoroa gollit mund të gjente vend, po ma hamendja tek fjala kokbosh dhe trangull që drejtoroja e përdor, ai gjen vend komplet. Si mundet tani demokratët e Devollit të votojnë për një rrugaç? Dhe nuk është një rrugaç, po janë një grup rrugaçësh. Dhe ju e dini shumë mirë se kush është rrugaçi kryesor. Dhe ju e dini shumë mirë pse ky rrugaçi dytësor bën si fort dhe pse ndjehet me shpatullat ngrohta. Por nuk mjaftoi me kaq, Rama sulmoi edhe kryedemokratin Sali Berisha, teksa ju referua moshës së këtij të fundit. Mirë që gjithë këto vite nuk u gjet as një djale, as një mike, as një që ti thoshte baba Bufit, lëre këtë muhabet se nuk vazhdon më kjo punë, po sot zogjt e tij e marrin edhe me tendë, keni parë, e marrin me tendë se ai nuk e edhe dielli nuk e mban dot më tani. E sjellin vërdall nëpër Shqipëri një njeri të mbaruar, të pa shpresë, të dëshpëruar, mosha e ka lajthitur komplet. Më 11 maj tha kryesocialisti Devollinit dhe të gjithë shqiptarët duhet të votojnë Partisë Socialiste për ta çuar vendin në Bashkimin Evropian. Me një vot të bashkohemi, të japim fuqi Shqipërisë, të mbyllim negociatat dhe ta kapërcejmë atë prag. Edhe ju demokratët atje në 11 maj e dini vetë çfarë duhet bëni. E dini vetë, ndroni dorën dhe ju. Shqipëria e ka ndruar dorën, ndroni dorën o burr. Shqipëria ka ndruar dorën kaq shumë vite, ndrojeni dorën. Ndrojeni dorën gjithë ata burra mbrapa duçes. Partia Demokratike denoncon manipulimin e votës së diasporës. Drejtuesja politike për diasporën në Partinë Demokratike, Josefina Topalli, flet për shkelje ligjore që ka ndodhur gjatë procesit të shpërndarjes së zarfeve në Greqi dhe Itali dhe kërkon hetim nga KQZ dhe SPAK. Partia Demokratike ka denoncuar manipulimin e votës së diasporës. Drejtuesja politike për diasporën e Partisë Demokratike Josefina Topalli nga Selia Blu tha se KQZ dhe SPAK duhet të jetojnë çfarë po ndodh me votat e emigrantëve, veçanërisht në Greqi. Sipas Topallit, manipulimet janë kthyer tashmë në normalitet dhe se është një shqetësim i madh. Kemi raste kur jo vetëm që nuk dorëzohen ma zarfat në shpinë për t'i dorëzuar individualisht, kemi raste që i çojnë email, i thonë që të vinë në pikën më të afërt, zakonisht pika më afërt e Spidexit apo Kurriers janë nën kontraktorët,
do t'jetë një zyrë e lojrave të fatit, aty duhet shkojnë të marrin zarfin. Dhe qytetarë shqiptarë që jetojnë në Greqi nisen tek adresa që është shkruar në email apo në SMS për të marrë zarfin. Dhe gjëja më e pabesueshme është se ato nuk e gjejnë me zarfin. Dhe ne për këto raste kërkojmë jo vetëm KQZ-s, po i bëjmë thirrje organeve të tjera përkatëse të zbatimit ligjit, përfshi SPAK-un, të verifikojnë në raste të tilla skandaloze. Josefina Topalli denoncoi me emër dy zyrtar të Partisë Socialiste, të cilët sipas saj po manipulojnë votat e diasporës. Një zonjë që punon në ambasadën në Rom, shkon dhe mbledh zarfat dhe dorëzon zarfat në mënyrë antiligjore, quhet Marieta Mikeli, dhe kjo është e pabesueshme. Ajo që ndodh në Greqi është në të gjithë territorin e shtetit grek. Për shembull, një ish kryetari i komunës Çarçovës që tash është në Bashkinë e Përmetit, pasi shkon aty dhe ka numrat e telefonit dhe deri në këtë moment nuk ka thirrje të ligjit. Informacioni që vjen tek ne është sepse i japin një shumë financiare dhe pastaj ja plotson vetë shqiptarëve që jetojnë aty fletën e votimit. Velim Mehmeti, nëse nuk gaboj, e ka emrin. Në emër të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Partia Demokratike i ka dërguar kërkesë zyrtare KQZ-s, ku ju kërkon operatorëve postar për t'i vënë në dispozicion çdo komunikim, çdo dokument shkrimor, që vërteton se vota i ka shkuar zgjedhësit në mënyrë individuale. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Beratin, Neno Bozdo, deklaron se eksponent të Partisë Socialiste në Berat pak ditë përpara zgjedhjeve kam përforcuar aksionin për blerjen e votave. Bozdo thot se Partia Demokratike disponon prova dhe emra të përvetshëm të personave që po intimidojnë qytetarët në këmbim të votave. Ndërsa kemi hyrë në javën e fundit të fushatës zgjedhore, kjo është java ku Partia Socialiste ble vota me shumicë, me kesh apo me ndihma, me premtime për legalizim, vende pune, heqje gjobash e tjerë. Kjo është java ku vullneti i popullit tjetërsohet rëndë. Ne kemi në dispozicion dëshmit dhe informacionet e para se fenomenet të tilla po programohen të ndodhin. Ne kemi dieni për emra dhe mbiemra, zonat që po operojnë, për personat që u kanë premtuar gjithçka të palishme në këmbim të votës. Jam këtu përpara jush për deklaruar se Partia Demokratike është në terren, në monitorim të plot të situatës, por të jeni të sigurt se asnjë vot nuk do të preket, asnjë vot nuk do të tjetërsohet. Mirë ata që nuk i bëjnë llogarit me ligjin dhe vendosmërinë e demokratëve për të respektuar deri në fund vullnetin e zgjedhësve. Kreu i Partisë Social-Demokrate Ton Doshi në një takim elektoral me qytetarët në Sarand tha se është në dieni të problematikave që ata kanë me legalizimet dhe certifikatat e pronësisë. Teksa premtoi zgjidhje të problematikave, Ton Doshi tha se pushtetin e kërkon për t'ju shërbyer qytetarëve, sidomos shtresave në nevojë. Nga Saranda, kreu i Partisë Social-Demokrate, Ton Doshi, teksa zhvilloi një takim elektoral me qytetarët, tha se është në dieni të problematikave që ata kanë me legalizimet dhe certifikatat e pronësisë. Doshi tha se Saranda përballet edhe me mungesën e ujit të pijshëm, ndërsa ju bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin PSD-n më 11 maj. E di problemet që keni në zonë, problemet me legalizimet, me certifikatat e pronësisë. Kjo smunja është gjithkund. Ju shihni Saranda s'ka ujë. Ujë derdhet në det. Do të me që ujë në Itali nëpërmjet tubacioneve. Asnjë politikan që keni votu deri në sot nuk ka pas njëjë se po spate gjanë shpirt me një mund tjerë, nuk mund bash kur gja. Kam shumë malësor mirëditor që kanë ardhur me jetu me ju këtu. Na malësort dina me respektu të tjerët. Ton Doshi tha se pushtetin e kërkon për t'ju shërbyer qytetarëve, sidomos shtresave në nevojë. Unë e du për shtetin me ju shërby ju. Me ju shërby të varfneve, smurve, pensionistave, mas me mungu i lachet. Jam forse tret në Shqipni. Jena dhe nesër forse tret, komisioner kena 6.000. Unë kërkoj për jush të angazhoni dhe të na votoni që të votoni për vendin tuaj. Shumë njerëz sot, mas me paken ti, s'kena dash me ik me votu. Unë ju baj thirrje të bashkoni gjithë bashkë.
6 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, doshi u bëri thirrje edhe emigrantëve shqiptarë që jetojnë në Greqi të ofrojnë mbështetjen e tyre për Partinë Social-Demokrate, si e vetmja forcë që përfaqëson edhe të majtët edhe të djathtët. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka denoncuar ashpër situatën alarmante në burgjet shqiptare. Blushi thotë se mbi 2/3 e personave të ndaluar nga policia janë në paraburgim, shumë prej tyre pa akuzë konkrete. Ai paralajmëroi një plan të gjerë amnistie pas 11 majit me ndryshime në kodin penal dhe me hetime në liri për qindra qytetarë të ndaluar padrejtësisht, ndërsa burgjet sipas tij do të hapen për kriminalët elektoral dhe jo për qytetarët e pafajshëm. Gati 2/3 e qytetarëve që janë sot në burgje janë të paraburgosur dhe mbi 1/3 e tyre pa asnjë akuzë. Nëse mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian është 22 deri 25% e totalit të popullsisë në burgje, në Shqipëri kjo mesatare është gati 3 herë më e lartë, duke sjellë një mbipopullim të theksuar dhe kushte skandaloze. Me fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, në 11 maj, ne do të rishikojmë kodin penal në përputhje me standardet europiane dhe qindra të paraburgosur do të jetohen në liri për t'i dhënë fund një herë e përgjithmonë shtetit represiv. Në ditën e dëshmorëve, presidenti dhe kryeparlamentarja zhvilluan një ceremoni përkujtimore në varrezat e dëshmorëve, në nderim të atyre që sakrifikuan jetën për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Në një atmosferë solemniteti dhe mirënjohje u vendosën kurora me lule dhe u përcollën mesazhe për unitet, përgjegjësi kombëtare dhe vlera demokratike. Në ditën e dëshmorëve, udhëheqësit më të lartë të shtetit shqiptar zhvilluan një ceremoni përkujtimore në nder të atyre që dan jetën për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Në një atmosferë solemne dhe mirënjohjeje, ata janë përulur me respekt para monumentit të nënës Shqipëri, që ndodhet në varrezat e dëshmorëve në Tiranë. Në ceremoni morën pjesë presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali, si dhe përfaqësues të tjerë të lartë të institucioneve shtetërore, përfshirë ministra të kabinetit qeveritar dhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Të gjithë vendosën kurora me lule në nderim të heronjve që sakrifikuan jetën e tyre për idealet më të larta kombëtare, çlirimin e atdheut dhe ruajtjen e integritetit të tij territorial. Kjo ditë kujtohet çdo vit si një moment reflektimi dhe mirënjohjeje për gjakun e derdhur dhe sakrificat e panumërta për lirinë. 5 maj shërben gjithashtu si një thirrje për unitet, përgjegjësi kombëtare dhe përkushtim ndaj vlerave demokratike dhe atdhetare. Publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio, do shkojmë tani drejt për së drejti në Pogradec, aty ku kryeministri Rama po mban një takim me qytetarët. Që bëhen për Shqipërinë turistike jashtë Shqipërisë. Dhe nga ajo hyrje filloi e gjithë një punë që, si thash, mund ta prekësh në çdo pjesë të trupit Pogradecit, por edhe në të gjitha drejtimet e jetës së komunitetit. Dhe për shembull është përsëri këtu rasti se më duhet ta prek për gjithë ata që e shikojnë Shqipërinë me syt e historive që tregojnë vetë dhe që thonë nuk ka ujë, nuk ka bukë, nuk ka drita, sot kanë mbetur vetëm një grusht i vogël fshatrash, ndërkohë që pjesa dërmuese jo vetëm e qytetit, po e të gjitha fshatrave furnizohet me ujë të pishëm dhe projekti aq shumë i munguar dhe aq shumë i pritur për ujin e pishëm tani më është realitet. Duhet ta bëjmë të respekt, më falni.
Megjithatë, në këtë rrugtim drejt 11 majit, ne nuk kemi vetëm çfarë duhet adresojmë për komunitetet dhe çfarë duhet bëjmë në të gjitha drejtimet për 4 vitet e ardhshme këtu brenda vendit tonë, por kemi edhe diçka tjetër që është mbi të gjitha këto. Dhe kjo diçka tjetër mbi të gjitha këto është edhe arsyeja e fortë pse unë dua të përqendrohem pikërisht këtu, tek natyra historike e zgjedhjeve të 11 majit. Nuk ndodh shpesh, mund të ndodhi që të votosh edhe të shkosh në zgjedhje gjithë jetën dhe nuk ke asnjë rast kur zgjedhjet politike për të zgjedhur midis partive për mandatin e ardhshëm të parlamentit të vendit tënd lidhen drejt për drejt me historinë e vendit tënd. Në Shqipëri ka pasur një moment tillë, ka qenë marsi i vitit 1992, kur masivisht shqiptarët dolën në zgjedhje dhe votuan Partinë Demokratike, pavarësisht se shumica e atyre që votuan Partinë Demokratike në 92-shit nuk ishin me Partinë Demokratike, dhe këte e treguan me njëherë zgjedhjet që erdhën më pas 6 muaj zgjedhjet vendore, kur shumica votoi kundër Partisë Demokratike. Por ama në mars, shqiptarët nuk pan ngjyrën e partisë, nuk pan as bufin që në atë kohë ishte i sapo dal nga preri i Partisë Punës, nuk pan asgjë nga këto dhe i ka përsyen të gjitha këto sepse ishte momenti i dur, ishte vendi i dur për të bërë një zgjedhje historike, për të ndarë jo vetëm me zakon, gjë që ndodhi me përmbysjen e diktaturës, por për të ndarë edhe me ligj, kur i thonë, një herë mirë të shkuarën nga e ardhmja. Dhe aty në atë moment shqiptarët shkuan, i dhanë votën një partie që jo të gjithë e simpatizonin në vetvete, por për t'i hapur rrugë një histori e tre e cila lidhej drejt për drejt me Europën. Dhe në atë moment u përcaktua një herë për gjithmonë rrugtimi i ri i Shqipërisë. Ndërkohë që në 11 maj është një moment i ngjashëm. Është një moment shumë i ngjashëm, sepse në 11 maj ne mund të përcaktojmë fuqinë me të cilën do të përballemi dhe me cilën do t'i dalim me sukses përballjes në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian për ta antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe përsëri nuk ka fort rëndësi, sipas meje, nëse ata që nuk janë drejt për drejt mbështetës Partisë Socialiste, por që janë me siguri të interesuar që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, a e pëlqejnë apo se pëlqejnë Partinë Socialiste, a pëlqejnë apo s'pëlqejnë Edi Ramën apo Niko Peleshin apo këto qoftë, por ka rëndësi se çfarë ata nuk duhet bëjnë. Nuk duhet që një votë e cila përputh zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë me një zgjedhje të qartë midis Shqipërisë me BE-n në Europë dhe Shqipërisë me një politikan të lashtë dhe dëshpëruar prap në grop, të bëjnë jo atë që forca e zakonit do t'i shtynte të bënin drejt kënetës, por t'i bashkohen pesës.
t'i bashkohen pesës për t'i dhënë një fuqi Shqipërisë në çfarë kuptimi? Në kuptimin që ne në negociatat me Bashkimin Evropian kemi një afat. Një afat 3 vjeçar që nuk e ka pasur asnjë vend ish komunist që ka hyrë apo që kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian, të gjithë të tjerët kanë marrë shumë më tepër kohë. Për arsye se në gjithë këto vite ne kemi bërë një përpjekje të madhe dhe të suksesshme për të rivendosur apo vendosur identitetin tonë europian bashkë me respektin ndaj nesh si një kusht në marrëdhëniet tona ndërkombëtare dhe ja kemi dalë që nga një vend dhe nga një emër shqiptarët që ata nuk e merrnin seriozisht, nuk e respektonin, nuk e vlerësonin e shikonin me dyshim, të kemi sot një marrëdhënie ku ata ne na respektojnë, na vlerësojnë dhe na besojnë. Dhe në këto kushte na kanë dhënë një afat 2027 për të mbyllur negociatat. Por duhet ta dim të gjithë që hapja e derës negociatave, siç besoj të gjithë e mbajnë mend, na ka marrë shumë kohë, sepse ajo është një shtëpi e pasurish. Bashkimi Evropian është një shtëpi e pasurish. Shtëpitë e pasurve nuk e mbajnë derën hapur. Ju e dini shumë mirë. Shtëpitë e varfërve janë me derën hapur. Te shtëpitë e pasurve ti mund trokasësh sa të duash, dera hapet kur duan ata ta hapin dhe kur ata kanë një interes të tyrin që ta hapin. Dhe janë 27 aty brenda në atë shtëpi që duhet të jenë dakord që të gjithë që të hapet dera. Ti trokit sa të duash. Por ama ajo që ne kemi bërë duke ditur këtë, ka qenë që ne të përgatitemi të shtrëngojmë dhëmbët kur ata na refuzonin, na refuzonin se dilte njëri aty brenda thoshte jo po prit se s'janë gati, dilte tjetri jo po prit se s'kan bërë këtë, dhe të ishim gati në momentin kur dëshira jon e përhershme dhe vendosmëria jon e palëkundur për të hapur atë derë të përputheshin edhe me interesin e tyre për të hapur atë derë. Këto janë përputhur, tani dera është hapur, ne jemi ulur në tryezë dhe duhet të bëjmë marrëveshjen e Krushqisë për të hyrë në atë shtëpi. Është mbi 250.000 faqe. Ka që të gjitha. Që nga ekonomia, tek drejtësia, tek lirit të drejtat, administrata, shëndetësia, mjedisi, deri tek zogjt, tek peshqit, tek bindjet, tek gaforret, të gjitha. Sepse duhet bijem dakord me ta për kriteret, standardet, rregullat, masat, ligjet që janë baza e funksionimit të asaj shtëpie. Ata të gjithë funksionojnë me atë bazë. Dhe ne duhet bijem dakord që do funksionojmë me atë bazë. Ne kemi kërkuar këtë gjë në radhë parë jo për ata, por për veten tonë, se ne duam ta bëjmë Shqipërinë, Europën e Ballkanit këtu dhe të jemi pjesë e asaj shtëpie atje. Dhe mbasi bijem dakord me ata në Bruksel, duhet kthehemi këtu vazhdimisht për të bërë gjërat për të cilat bijem dakord, për t'i bërë ato vendime, për t'i marrë ato masa, për t'i vendosur ato rregulla, për t'i bërë ato ligje. Tani e parafityroni ju që ne këtë kohë kaq të shkurtër që na është dhënë dhe kaq intensive të mos mundim ta shfrytëzojmë për të përmbushur të gjithë negociatën, sepse mund na duhet të kthehemi këtu dhe të rrim të presim që t'i mbushet mendja Kënetës që të bashkohet me ne për të bërë një ligj caktuar. Si do t'i themi në atyre në Bruksel, që ne ram dakord, por do prisni pak se atje kemi një Kënet që duhet merremi vesh me të.
ne mund t'ja themi këto, por problemi është që siç e ka treguar historia e zgjerimit të Bashkimit Evropian, dera mbyllet. Dera mbyllet. Dhe ne mund ta humbim këtë moment historik, mund ta humbim këtë mundësi që fati desh që të na vinte ne në dorë në formën e një flete votimi, në një ditë votimi, për të thënë një zëri përtej kufive të partive, përtej ngjyrave të partive, se ne, populli shqiptar, duam të hymë tani në Bashkimin Evropian. Dhe për ta kuptuar këtë që po them, duhet i referohemi së paku historisë së antarësimeve në rajonin tonë. Nuk ka ndodhur asnjë antarësim në rajonin tonë, dhe në ndërkohë atyre që ju thonë që po ç'është kjo punë, Edi Rama mori 3 mandate, nuk na futi dot në BE, tani po vjen edhe po na thotë më jepni mandatin e 4, se tani do t'ju fusë në BE. Duhet i thoni, dakord, Edi Rama nuk ishte i zoti ta bënte këtë punë, se ishte i zënë me punë të tjera nga ato që thot Bufi. Po Malizi ka filluar negociatat për të antarësuar përpara se sa ne të vinim në qeveri. Ne ishim në opozitë kur Malizi ka filluar të negociatat. Kemi ndjekur Ramën në këtë takim elektoral në Pogradec, shkëputemi tani për publicitet.